Ne kemi rrezikuar, unë më të shok mu në 93-shin. Isha me vllajën edhe kë. U futëm me lopatë, s'ki pas motore fillimi. Me lopatë. Një lopatë thyhet. Ngeli me lopatë s'keqa, boja e ka marrë nga lindjes. 6 orë vllaj merren ujë. Ka dalë, mas 6 orës. 6 orë. Nga dreka ka dalë. Nuk po e gjenit apo nuk... Jo, po që të bëjë, si me... këtë shkoj me në det. Motorë s'kishte bërë. Det kishte shumë. Sa veta ishit futju? Po 2 vete unë nuk shkova ati, për shans nuk shkova ati. U futa vlla im dhe një shok. Edhe shoku. Edhe shoku tjetër. Ai shoku s'doli. Sa moshe kanë qenë atëherë? Ai ishte 22 vjeç. 22 vjeç. Ai çuni që u myt. Mëse vlla ishte ke 40. Prej detit keq që kishte shumë dallë për të arsye. Erë shumë erë lindja dhe I mori era dhe. I mori era, që I thellësi. Sa janë hedha atje, po. Era pra është problemi më kryesor. Era. Që I bën ju që mos dilni për gjujt. Sidomos lindja. Lindja është më e frikshme. Lindja. Se këtë çon drejt, kurse po tjetë jug, ose vejt të nxjerrë ku më në I brek. Kurse lindja pa adres. Unë quhem Tahir Muçë, banor I Spjellës, leje rrit, peshkatari I vjetër. E keni trashëguar? Trashëgimi nga baba, ka qenë punëtor shteti, peshkimi. To qunë kooperativ, kam pas disa varka. Ju tani punoni për vete? Për vete, privat. Me djalin. Për sa vitesh u ushtroni? Që nga 91-shi, 92-shi. A jeni knaqur? Kemi majtë familje, punë basë jo ka qenë. Kemi majtë familjen. Kemi rregullu me shtëpi, me katani, me gjitha. Kemi jetu mirë. Si mund ta krahasoni sot, ditën ku jemi sot në vitet më parë ku keni punuar me... Kur ke punu para, ka pas shumë volum peshku, nuk ka pas çmim. Sot nuk ka peshk, është një çmimi. E jetë jashtë. Pse nuk ka peshk? Ska arsyet, janë shtu shumë mjetet e gjuhëtisë. Anijet peshkaregj, varkët e bregut, që quhen nga rjetat. Paksohet peshku? Pa normale, peshkaregjët, gjuhë thellësin. Kose ne gjujmë breg, ne quhemi varkë bregu. Deri sa metra mund shkoni ju? 2000. Deri 2000 metra. Aq është e lejueshme? 2 milje deri në 3 milje, aq e kemi leju. Që kemi shkruar në librin e detar. Tani çfarë procesi e duke kryer me Kjo është pastrim. Kjo është rrjet për kakalecë. Për kakalecë. Ai bëjmë gati ti pastrojmë. Ti sistemoj kur të vi koha. Ti je gati. Sa ka pa u përdor kjo rrjeta? Kjo ka qenë 7 orë. Që 7 orë? Nuk është koha e kakalecit tani? Jo. Në maj vjen kakaleci. Tani është koha sepjes, koha levrekut, gjoza. Iki këta vjen kakaleci. Kjo çdo herë pasi del nga deti pastrohen të formë? Po, për ditë. Çdo ditë. Gjen nga deti. Sa metra është kjo? Kjo është 300 metra. Kjo kushton më pak të 500.000 lekë. Po kur nuk nxjerr gjë me këtë rrjetën, si duket pastaj kur fillon e pastron? Se I dërmuam se shpirtërisht. Ai përziri shkërmoi komplet. Normale. Ju keni rrit peshku, sepje edhe kakalecash. Për gjuhës, për barbuni ka rrjetën e vet. Kuadrat I vogël. E don kuadrat vogël. Po. Kjo është veç për kakalecë, nuk mund përdor pas lloj peshku tjetër. Edhe barbunin e gjuhën, po është vështirë. Është vështirë. Është vështirë në pastrume. A nuk pastrohet dot e rrjeta? Është vështirë. Po peshku si e don peshku? Si don kuadratit? Peshku më të pak të 32 mm. Rrjeta po ka I bën një 70 deri 2 metra për shembull. Sa kile kakaleca ka qenë shumë më e madhe që kanë nxjerr mi rrjet? Kemi rrit edhe 13 kg, 15 kg. 13 kg me rrjet. Je I kënaqur me 13 kg është? Normale. Po sa herë më në ditës mund të hedhësh I rrjetush? Hedhë darkë xhiret mirë, një herë hedhë. Një herë. Se rrin ti bash gati. Do që dite nuk gjuhët. Nuk gjuhët. Për çfarë sy nuk gjuhët? Dite nuk bie, nuk do bësh jo ke pushime të shesësh peshku dhe I pastrosh. Sa kohë mund të haj për shembull një pastrim rrjete? Ka që bën edhe për 1 orë, ka që se bën edhe për 3 ditë. Mbi nga hepjes stikët edhe 3 ditë nuk I bën. Ka rast që edhe I pret nuk bën fare.
Nuk ka shfaqë gafore e madhe. Gafore e madhe, që i tip gafore e madhe i ka dalë të shikëshu. Aja beran rreda, ka prej rreda. Po ma thu shpesh të pjesën që ka ra deti nuk ka shumë, cilat e në arsye përveç pjesës peshkaregje dhe janë shtu rrjetet jashtë masë. Metoda me dinamit? Dinamiti edhe efekte, dinamiti ka në gati mbi 10-12 vjet që nuk gjuhët. Mund të ketë edhe më shumë të pak të 10-12 vjet që nuk gjuhët. Ju keni gjujt herë me dinamit vet? Edhe kemi gjujt. Jeni dakord me këtë? Ja. Po ja, edhe pasojën aja. Po aja rrezik. Rrezik aja të vretë ata larve të bregu, se peshku e hedhë larve në bregu, dhezën, dëmtonat e komplet. Rreziku, janë vra disa vetë, ka këpu dorën, janë vra komplet, copa i kanë fut. Në për e kivole që e ka lanë dhe ka fut në kivole, ka pas shumë... Ka pas shumë rasti kështu? Po. Tu në zonën ku jemi ne, ka shumë njërës tjerë si puna juaj që gjuhen për peshk? Ta mund t'jenë mbi 15 varga. 15, veç në këtë zonë? Zona jonë. Si ka ndiku kjo çështja e licencimit? Anë e mirë është. Për çfarë arsye? Paguaj kontribut, paguaj siguracionet, edhe një vetë ditë pensioni pastaj. Po, veç për pjesën e pensionit, a ka bërë një vetë rregullim në tregun e... Si gjë s'ka vëndër shteti këtu. Çfarë? Nuk e një parkim varkës. Tu shqyën nga shpalla për fut varkë, për të gjerë varkë nga deti. Rrezikon a le varkë aty nga deti në dhe ta mush me ujë. Të prish motorit, të qa varkën, nga ka në disa herë. Ke ka brandi shteti, s'do me ditë fare. Si që ma për makinën e merë dhe për... Si që ma për makinën, është të marrë për peshkimin. Nuk ka asë lëndim. A keni ju një shoqat peshkatarësh që mund të shkoni, diskutoni, ngrini shqetësimet e juaja? Ka, edhe atës nuk e në gjënë kush. Flasin edhe për kush nuk e në gjënë kush. Cila është koha më mirë për dalë, për gjytë, për peshk? Koha sa të bje i deti, në moment që bje i deti. Qetësohet tani deti? Varet, ka për 3 ditë, 4 ditë, jo e herë. Vazhdon? Të rritëm ka. Të rritëm. Kjo është koha më mirë kur është deti i trazuar, është koha më mirë për gjytë për peshk? Trazohet deti ka më mirë prodhim, se prodhimi thojnë. Për që arsye, kur është deti... Në ushqimin, trubullo ujnë. E zgjon nga gjumi peshkun e ti? Po, lëviz peshkun. E qërën tonë, e qëkërdis, kur i thojnë edhe. Sa herë një avë dilni për... Për ditë. Çdo ditë? Për ditë. Nuk ka ditë që s'dilni? Për ditë. Verë dimër? Verë dimër. A do ham për ditë? Po një ditë pa punë është minus. Kur e keni nisë fillim fare, si të shdu kur e ke pasi gjo? Jo, gjithi është punë sporti, është punë tërheqëse. Do dhe shumë nervë? Do dhe nervë, do shumë? Normali do të nervë, do të durim. Pluse pësaj ngjum lezetin. Në sport për shembull del moshën 40 vjeç del ose 35, po them 40 në një që është fenomen edhe që ka kalibër të fortë. Edhe sot se sport çfarë moshë del për këtë sport. Apo çdo vite që kalon më shumë shtohet ajo dëshira për më. Është kështu, po kjo është pasion. Është pasion, nuk për moshë. Ti nuk e shef më shumë si punë, e shef më shumë si sport domethënë. Sport. Ja, nuk kam hyrë vakë dal me grepët. Bie deti ashtu vjen fut me ndet. Në rrjeta. Si e ke parë fillim fare, kur e pa për herë parë tha hajse të ikim sot të gjymë për peshk? S'diti me dhon vargët, me lopata. Se kishim i den fare. Si të shdu kujtohen ato fillime? Normale kujtohen. Ka ditë e para ishi shumë vështira, që si shi morë me atë punë. Hip një lopata, një hip të para, tjetë hip të mrapa. Për javë e morëm dorë. Për javë. Pastaj mrapa ty të fut edhe në qep? Normale. Ikse pa lek nga shtëpia shkoj me lek. Ka qenë leku që të mbëltoj këtë gjë. Pa kjo është bën edhe tifos kjo gjutë i peshkut. Edhe tifos. Është punë tërheqëse, sport. Po kur bosh në herë me nerva, për shembull, me punë tjetër ose ke pas një ngarkesë, kjo të hiq edhe mendjen, me aq sa e shohim për shembull, duke u marrë mi proces, ti mund të kesh edhe shkarkime të tjera, le të them emocionale. Unë personalisht nuk i mërzitej kësaj pune. Jo kësaj pune, po të mërzitesh me diçka tjetër. E shef si kështu, duke u marrë me këtë, e harron ndoshta atë. Se mos dete herë stakohet trunë, ku je ndet. Stakohet. E fik fare çdo gjë tjetër. Si ke mendash që jo hap sy pa vjen diçka. O të hej këtë, të hej atë,
Boshë pesa më shumë.